Kafshët e ndryshme shtëpiake mund të humbasin ose dikush mund t'ju arrëmbej. E për ju, ky nuk është as pak moment i lehtë, por ekziston një mundësi e mirë se si mund të mësoni vendndodhjen e kafshës suaj. Vendosja e mikrochipit në trupin e kafshës tashmë mund të realizohet. Mikrochipi vendoset në pjesën e lëkurës së qafës dhe është e këshillueshme që klientët ta bëjnë në kafshën e tyre. Për arsye sepse jo shumë vonë, nga Ministria e Bujqësisë do vendoset një satelit i cili do t'rregojë vendodhjen e kafshës. Dhe për këtë arsye ne do ta dimë nëse kafsha na humb, do ta dimë se ku ta gjejmë. Por për momentin, vendosja e mikrochipit rekomandohet përsëri, sepse ne nëse e shohim kafshën tonë dhe dikush mund ta ketë gjetur me anë të një aparature, ne mund ta çekojmë te qafa dhe e shikojmë që është kafsha jonë me anë të mikrochipit dhe me anë të pasaportës që duhet gjithmonë ta shoqëroj kafshën. Dhe me këtë pasaport, përveç se mbahet skema e vaksinimit, kafsha dhe mund të lëvizë jashtë. Shumë të pakët janë njerëzit që kanë dieni për vendosjen e mikrochipit. A kanë dieni individët për mikrochipin ose edhe deri tani është vendosur? Janë vendosur shumë mikrochipe, se pa mikrochip e para kafsha nuk lëviz jashtë territorit të Shqipërisë. Dhe për këtë arsye në një farë mënyrë e vën mikrochipin, po ka dhe njerëz që nuk e din, po nëse kanë nevojë të udhëtojnë, jemi ne që ja këshillojmë që ta vënë. Nëse dëshironi që kafshët tuaja shtëpiake të udhëtojnë së bashku me ju në udhëtime të gjata jashtë vendit, duhet siguroni se ajo tashmë ka në trup mikrochipin, pasaportën personale, si dhe vaksinimin e duhur, e tepër i rëndësishëm për mbarvajtjen e shëndetit së kafshës. Vaksinimi kryhet në moshën 5 javore te kafsha, është vaksina e parë, që është monovalente, më pas bëhet çdo një muaj 3 vaksinat e para, është monovalente 5 javshe, polivalente që bëhet mbas një muaj dhe polivalente tjetra që bëhet muajin e tretë. Më pas, në moshën 5 mujore bëhet vaksina e tërbimit. Sa rëndësishme është që të dim për sëmundjet që e prekin kafshën? Ju më thatë pak më parë që ka dhe sëmundje djegjepruse në rastet të Në qoftë se nuk kryhet vaksinimi ose nuk bëhet në datat e caktuara, kafsha rrezikohet nga shumë sëmundje virale, ndër të cilat është parvovirus, e cila për kafshën është vdekjepruese nëse nuk vaksinohet. Në çështjen e vaksinimit, çfarë ndryshimi ka një kafshë e vogël siç ajo që ne kemi në këtë moment e nga një kafshë e madhe? Kafsha e vogël, sistemin imunitar e ka shumë të ulët, kurse kafsha në moshë të rritur, sistemin imunitar e ka më të lartë. Për këtë arsye, kafshat e vogla janë më delikate dhe prandaj duhet kryhet vaksinimi.